Vuani nga pagjumësia, ja receta që ju vendos në gjumë për 30 sekonda, ja sekreti. Nëse ju ka ndodhur gjithmonë që ta keni të vështirë të shkoni në shtrat dhe të flini menjëherë, atëherë jeni në vendin e duhur për të trajtuar këtë shqetësim. Ndjesia e pagjumësisë në ato momente duket sikur na ka pushtuar dhe nuk do të mbarojë kurrë. Për të hequr dorë nga kjo rutinë e bezdisshme që mund t'i ndodhë kujdo, sipas WebMed, këshillohet të provoni këto mënyra dhe pije natyrale përpara se të shkoni për të fjetur. Zgjidhni një kombinim që ju pëlqen dhe konsumojeni atë para se të shkoni për të fjetur, për të gjetur qetësinë dhe për të pushuar më qetë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Qumshti në kombinim me turmerikun mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Turmeriku ose shafrani indiz, siç njihet ndryshe në vendin tonë, është një nga antiinflamatorët më të fuqishëm që mund të keni në shtëpinë tuaj, për shkak të përmbajtjes së kurkuminës. Kjo do të thotë gjithashtu një aktivizim i fuqishëm tretës për stomakun dhe qetësimin e tij. Mund të ulën nivelin e sheqerit në gjak, i cili promovon gjumë më të gjatë dhe më të thellë. Kështu, çdo natë para se të flini, përzjeni qumshtin tuaj me një lugë plur turmeriku dhe konsumojeni për të fjetur më mirë. Pini çaj. Çajrat mund të ndihmojnë në trupin dhe mendjen të kryejë më mirë një sër procesesh. Në veçanti kamomili, i cili njihet si një nga recetat më të mira natyrale që promovon gjumin e mirë. Është zbuluar se ky efekt i thellë qetësues vjen me një antioksidant të quajtur apiogenina. Ky antioksidant lidhet me disa receptorë specifik në trurin tuaj që ndikojnë njëkohësisht në uljen e ankthit dhe nxisin gjumin. Mënyra më e mirë për një gjumë të thellë është të lini çajin të lëshojë sa më shumë ekstrakte të tij në ujë dhe më pas sigurohuni që të keni edhe kamomilin tuaj të freskët. Çokolata e ngrohtë gjithashtu mund të jetë një zgjidhje kundër problemeve të pagjumësisë. Një nga pijet më të dashura për të vegjëlit, por jo vetëm. Zgjidhni çokolada të shkrira ose në kakao të ngrohtë të pa sheqer dhe konsumoni çdo darkë për një gjumë që mund të trokasë në sytë tuaj. Kjo është një nga alternativa natyrore më të mira për gjumin e thellë. Është një mënyrë e shijshme dhe relaksuese ndërkohë që ju jep përfitime të larta shëndetësore për trupin. Ndihmon gjithashtu edhe në uljen e sheqerit në gjak, shtimin e acideve yndyrore të shëndetshme dhe lehtëson çdo stres mendor që mund t'ju ketë shkaktuar edhe probleme të zgjimit gjatë natës. Pra mjafton vetëm një filxhan çokoladë dhe do të flini gjumë më mirë. Lëngjet me minerale gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj kundër problemeve të pagjumësisë. Melatonina dhe serotonina janë shumë të rëndësishme për gjumin e thellë dhe çlodhës. Mungesa e tyre është pikërisht përse netët tona kthehen në një makth për sa i përket gjumit të qetë. Prandaj bëjeni sa më shumë pjesë të dietës suaj. Një mënyrë e mirë për të pasur një sistem nervor të qetë është që të konsumoni ushqime të pasur me to siç janë bananet, tërshëra ose bajamet. Hidhini të gjitha ato në një mikser. Shtoni pak qumësht dhe i përzjeni derisa të formohet një pije e njëtrajtshme. Mjafton një gjysmë banane, një gotë me qumësht, një lugë tërshër dhe disa bajame. E konsumoni këtë përbërje pak përpara se të shkoni për të fjetur. Kështu do të gjeni qetësinë e munguar dhe do ta keni më të lehtë të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit. Për një gjumë të qetë dhe komod gjatë natës, duhet të kombinoni produktet e duhura edhe me cilësinë më të mirë të gjumit. Prandaj ekspertët këshillojnë vazhdimisht të zgjidhni produkte të cilat ju përshtaten më mirë edhe sjellin në mënyrë të rregullt fazën tuaj të gjumit. Një shqetësim i zakonshëm që mund të prekë shumë njerëz është pagjumësia. Nëse jeni ndër ata persona që shpesh vuani nga këto shqetësime, atëherë ky video është ajo që ju kërkoni. Këtu do të paraqesim disa nga produktet më të mira ushqyese të cilat do të ndihmojnë në rritjen e cilësisë tuaj të gjumit dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të pagjumësisë. Ndaj sigurohuni që të përmirësoni jetën tuaj për të evituar këtë shqetësim të mundshëm. Sipas ekspertëve, në dietën tuaj mund të shtoni salmonin. Peshku yndyror, veçanërisht salmoni, është i pasur me acide yndyrore omega 3, gjithashtu edhe me vitaminën D. Një kombinim i dobishëm për trajtimin e pagjumësisë, pasi mund të ndihmojë gjithashtu
edhe në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar se mund t'i japë rezultate fantastike edhe për shëndetin tuaj duke mbajtur larg problemet e pagjumësisë. Bajamet dhe arrat mund të jenë një zgjedhje mjaft e mirë shëndetësore, të cilat do t'i japin rezultate fantastike kundër shqetësimeve të cilat lidhen me problemet e gjumit. Bajamet dhe arrat janë të pasura edhe me melatonin. Gjithashtu janë në burime shumë të pasura të magnezit, kalciumit dhe mineraleve që relaksojnë edhe shëndetin tuaj të muskujve. Arrat kanë veti të ngjashme dhe përmbajnë gjithashtu nivele shumë të mira të tripofanit, një aminoacid që shkakton edhe gjumin. Gjithashtu arrat janë të pasura me acide yndyrore omega 3, të cilat rrisin edhe sasinë e niveleve të serotoninës në trupin tuaj. Çajrat bimor mund të jenë një zgjidhje fantastike për cilësinë tuaj të gjumit. Çaji i kamomilit përmban doza të larta të flavonoideve dhe apigeninave. Nga njëra anë, flavonoidet zvogëlojnë inflamacionet që shkaktojnë pagjumësinë dhe nga ana tjetër, apigeninat kanë antioksidant që promovojnë gjumin e shëndetshëm dhe mbi të gjitha do të zvogëlojnë edhe efektet e pagjumësisë. Lulja e pasionit njihet gjithashtu për efektet e saj produktive që ka kundër shqetësimeve të pagjumësisë. Gjithashtu edhe kivi është një alternativë shumë e mirë ushqyese për të ushtuar në dietën tuaj. Një studim tregoi se kivi mund të ndihmojë që të flini më mirë dhe të trajtoni këto shqetësime. Kivi i përfshirë në mënyrë të rregullt në dietën tuaj besohet se do të rrisë nivelet e serotoninës në organizëm dhe do të sjellë gjithashtu nivelet e duhura të gjumit të shëndetshëm. Orizi i bardhë është një tjetër produkt efektiv, që me rezultatet e tij mund të keni një gjumë më cilësor. Për shkak të niveleve të larta të glicemisë, orizi i bardhë do të promovojë gjithashtu edhe cilësinë më të mirë tuaj të gjumit. Një studim tregoi se të vegjëlit nën 2 vjet që bënin një gjumë të mirë, kjo ishte edhe për shkak të produkteve me glicemi të lartë që patën edhe rezultate më të mira. Qershit dhe lëngu i vishnjave gjithashtu mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për të ushtuar në dietën tuaj, pasi kështu mund të japë rezultate fantastike kundër shqetësimeve të pagjumësisë dhe të sjellë rezultate të duhura në gjumin cilësor. Qershit janë të pasura me antioksidantë, vitamina dhe minerale shumë të vlefshme për të përfshirë në dietën tuaj. Falë këtyre vetive, ato luftojnë pagjumësinë, gjithashtu ulin inflamacionin dhe do të rrisin nivelet e melatoninës. Bollguri është një tjetër produkt mjaft i rëndësishëm që nëse shtohet në mënyrë të rregullt në dietën tuaj, do të jetë një nga aleatët tuaj më të mirë shëndetësor për cilësinë më të mirë të gjumit. Tërshëra përmban tripofane, gjithashtu është e pasur edhe me vitaminën B3, e cila ndihmon edhe në prodhimin e serotoninës. Kjo vitaminë është e mbushur edhe element të mirë ushqyes, të cilët do të mbajnë larg problemet e kolesterolit dhe të pagjumësisë. Prandaj ekspertët këshillojnë konsumin e produkteve sa më natyrale në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë e madhe që kanë kundër shqetësimeve të pagjumësisë. Spinaqi është një perime e shkëlqyer që mund të përfshihet fare lehtë në dietën tuaj. Ai mund të përfshihet në vaktet tuaja pasi është i pasur me minerale shumë të rëndësishme. Spinaqi është një barishte e cila përmban element domethënës të fibrës, folatit, kaliumit, vitaminës A, C, E dhe K. Përfshiheni atë në lëngje të frutave, në perime, në salca ose në sallata. Shija e tyre, por jo vetëm, do të pasurohet me ushqyes të tjerë të shumëllojshëm dhe gjithashtu do të ndihmojnë në rastin tuaj kundër problemeve të pagjumësisë. Çokolata gjithashtu është një zgjedhje shumë e mirë që mund të bëni për dietën tuaj. Sa më shumë kakao të përmbaj, aq më e mirë do të jetë edhe në rastin e shqetësimeve të pagjumësisë. Shumë ekspertë të fushës sugjerojnë ushqyerjen me cikle, sidomos edhe me përfshirjen e çokoladës në regjimin tuaj ushqimor. Sa më shumë të tregoheni të kujdesshëm me këto produkte, aq më të lehtë do ta keni rritjen e cilësisë tuaj të gjumit, citoi eksperti. Ndaj, nëse pagjumësia është kthyer një problem, mos nguroni të konsultoheni gjithashtu edhe me mjekun tuaj përkatës. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.